Pas premierës në Lezhë, Shkodra u bën ndalesa e dytë e shfaqjes artistike Salambo, lexon gazetën, një poem për skenë autores Elsa Demo e interpretuar nga aktoria Jolinda Emiri dhe me regji të Vladimir Dodës. Shfaqja sodhi para publikut historinë e Salambos, një grua në margjinet e shoqërisë, e cila rrëfen jetën e saj në rend të kundërt, kronologjik, duke ndërthurë kujtime personale me imagjinaren kolektive. Shfaqja, domethënë mbrëmja siç e pat, shkoi mjaftueshëm mirë, kena prit publik, po ka qenë edhe më i për zemër se ç'mendonim, pavarësisht se publiku shkodran e njoh, tashmë e njohim bashkë me kolegen Juli Emiri, që është aktoria, është në formë monodrame, kjo poem për skenë shkruar nga Elsa Demo. Feedbacku ka qenë i mirë si në Lezhë, ashtu edhe sot në Shkodër. Urojmë ta çojmë përpara si projekt, sepse është si studim i parë, le të themi, dhe shpresojmë ta zgjerojmë edhe pak. Dhe falenderoj publikun shkodran, lezhjan, ata që kanë prit në këto 2 net. Është një vepër shumë e dendur, për brenda është një tekst i, le të themi, teatrit bashkëkohor që ka brenda shumë, përveç tematikës gruas, lirisë së saj, dhe ky personazh i fortë që është Salambo, që vjen edhe nga një imagjinar kolektiv i filmave peplam, filma historik që publiku jonë shqiptar i shikonte me endje sepse vinin nga jashtë, ishin shumë të ndërtuar se filmat e realizmit socialist mbase. Gjithsesi ky imagjinar domethënë ushqente dhe lidhet kjo figurë e Flaubertit, e shkruar nga Flaubert, lidhet me tekstin me tekstin e Elsa Demos. Është një vepër që prek shumë tema, por tregon jetën e një femre nga një shtresë marginalizuar e shoqërisë, po themi, që quhet Salambo, por duke treguar jetën e vet, ajo prek shumë tema dhe jo vetëm për sa i përket botës femrës, feminilitetit, po edhe diferencave midis femrës dhe mashkullit në botë kuptim, pjesën e shtresave të shoqërisë, stresat e marginalizuara ose kanalizimet, siç ajo e përdor shpesh si metaforë në vepër, dhe pjesën tjetër të pushtetit, po themi, dhe në këtë eksplorim është gjithashtu edhe një kërkim shumë i thellë psikologjik brenda qenies njerëzore për te të qenit femër apo mashkull. Shfaqja Salambo, lexon gazetën, do të vijojë turneun e saj artistik edhe në qytete të tjera të vendit.